Alarm në burgun grek vritet me armëzjarë i burgosur i pranishëm edhe shqiptari Alket Rizai. Një ngjarje rëndë është regjistruar mbrëmjen e kësaj të diele në burgun Domokos në Greqi, ku një i burgosur ka humbur jetën në rrethana misterioze. Sipas raportimit mediave greke, ngjarja është regjistruar ku një i dënuar me burgim të përjetshëm është nisur drejt zyrës së kryerojës së turnit me qëllim për ta vrarë. Në momentin që ka tentuar ta vrasë, ai është qelluar për vdekje me armëzjari nga një tjetër i dënuar me origjinë bullgare. Ndërkohë thuhet se ngjarja ka ndodhur edhe në praninë të shqiptarit që po vuan dënimin në të njëjtën burg, Alket Rizai. Nuk dihen ende arsyet e krimit apo nëse ngjarja ka lidhje me vetë Rizain. Në vend ngjarje ka mbërritur skuadra e hetimit, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të verifikuar rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të zbardhur saktësisht se çfarë ka ndodhur. Alket Rizai ka një dosje të gjatë kriminale në Greqi. Ai është dënuar 2 herë me burgim të përjetshëm, ndërsa dënimet shtesë për veprat penale të tjera kapin shifrën e 25 viteve burg. Emri i tij u bë i njohur në mbar Greqinë dhe më gjerë për aratisjet spektakolare nga burgu, përfshirë edhe bashkëpunimin e tij me kriminalin grek Vasilis Paleokastas. Në një nga aratisjet më të guximshme me helikopter nga burgu i sigurisë së lartë në Kordialos në vitin 2006. Megjithatë, pas arrestimeve të një pasnjëshme, ai ka kaluar pjesën ndërmuese të jetës së tij pas hekurave. Rizai ka përfituar në vitet e fundit edhe leje të rregullta nga burgu fal sjelljes së tij të disiplinuar. Një rast i tillë ndodhi në janar të vitit 2021, kur gjatë një kontrolli të rastësishëm në një zonë të Lamis, policia greke gjeti Alket Rizain një automjet të dyshim së bashku me një të dënuar tjetër. Ai në atë kohë ndodhej me leje zyrtare 5 ditore nga burgu, çka ngriti pikpyetje të shumta në opinionin publik dhe median greke. Një tjetër episod i rëndësishëm ishte edhe paraqitja e tij në gjykatën e kundërvajtjeve të antarëve të Lamis rreth një vit më parë. Ai akuzoi për posedim të armëve të improvizuara dhe celularëve të palishëm në Greqi, por në përfundim të procesit u shpall i pafajshëm. Në 11 prill të vitit 2025 ai ka kërkuar lirimin nga burgu.